Përshëndetje shikues të nderuar, ku po takohemi në finalen e kuizit të Ramazanit, kuiz ky me të cilin jemi shoqëruar për gjatë gjithë Ramazanit, çdo ditë të javës nga ora 15 me ju telefonues të nderuar, dhe gjithashtu edhe përveç njohurive të shumta që kemi përfituar nga ky kuiz, kemi dhuruar edhe dhurata të ndryshme të cilat janë fal sponsorëve tanë, të cilët zakonisht dhe gjithmonë janë përkranesh në projekte të tilla. Ne falenderojmë librarinë online Kef, po ashtu edhe Herta Kids dhe Orta Food and Fun dhe kompaninë Meka Halal Food, të cilët kanë qenë sponsor të këtij kuizi, dhe gjithashtu falenderojmë edhe agjencionin Way Umra, i cili do të dhuroj për fituesin kryesor një umre, një vizitë 10 ditore në vendet e shenjta, për fituesin i cili do të zgjedhet sot në mes të çerek finalistëve tonë. Por paraprakisht, para se të fillojmë garën mes çerek finalistëve, ne të ftuar në studio kemi fituesen e vitit të kaluar, Jehuna Berisha nga Ferizoje. Agjencioni Way Umra e kemi pasur sponsor edhe vitin e kaluar, të cilin falenderojmë pafundësisht, dhe fituese e vitit kaluar ka qenë Jehuna Berisha nga Ferizoje, të cilën sot e kemi nderin ta kemi këtu në studio musafiren tonën. Jehuna, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Jehuna, mund të na tregoni çysh arritët deri në finalen e kuizit për me shku në umre? Çysh nga fillimi i telefonatave e keni prit që keni më kon fituesja kryesore? Fillimisht dua të falenderoj Allahun e madhëruar që mundësoi këtë vizitë në vendet e shenjta. Gjithçka ndodhi kur mora pjesë në kuizin e editorisë, një garë e bukur dhe shpirtërore ku testoj që njohurit tona mbi fen islame. Me kam pëlqyer gjithmonë kuizet, është një mënyrë për të testuar dhe për të sfiduar veten në njohuritë tona. Me lejen dhe mëshirën e Allahut pata sukses dhe fitova këtë çmim të mrekullueshëm. Si u ndjeve kur kuptove që ishe fituesja kryesore e çmimit? Ishte një ndjenjë që mezi mund ta përshkruaj një fjalë, është një përzierje emocioneve të forta, lumturie dhe falënderime, një ëndër e realizuar për mua. Por njëkohësisht ndjeva dhe si ftesë finore që Allah më bëri për të qenë musafir në shtëpinë e tij. Përvoja ime në umre ishte jashtëzakonshme. Çdo hap që hodha në vendet e shenjta të Mekës dhe Medinës ishte e mbushur me një ndjenjë paqeje. Momentin kur pash për herë të parë Qabën, ishte një ndjenjë paqe dhe madhështia njëkohësisht. Ishte një moment që kisha imagjinuar shumë herë, por asnjë moment nuk mund t'i afroj me atë çfarë e ndjeva në të vërtetë. Po ashtu tavafi ishte një tjetër moment shumë i veçantë, ku të bësh tavaf rreth Qabës me qindra mijëra musliman nga gjithë bota, ishte një moment që kuptova sa e madhe dhe sa e bukur është vëllazëria islame. Dhuruesi i këtij çmimi kryesor ishte agjencioni Way Umra. Apo na tregon pak për shërbimin dhe kujdesin e këtij agjencioni karshi juve? Dua ta falenderoj agjencionin Way Umra nga zemra për punën e palodhur dhe të mrekullueshme. Përvoja ime me Way Umra ishte e jashtëzakonshme në çdo aspekt, që nga momenti i nisjes deri tek momenti i kthimit, transporti, akomodimi dhe shërbimet e tjera u siguruan që çdo detaj të ishte përgatitur me kujdes. Mënyra se si ata u kujdesën për çdo detaj tregoi se nuk është thjesht një agjencion udhëtimesh, por një udhëfyes i vërtetë që të ndihmon të përjetosh në mënyrë më të bukur dhe të përkushtuar këtë udhëtim shpirtëror, një udhëfyes në rrugën e Allahut. Domethënë ja u sugjeron të gjithëve agjencioni Way Umra. Atëherë çfarë këshilli do t'ju jep të tjerëve të cilët dëshirojnë të shkojnë në umre? Për besimtarët që dëshirojnë të kryejnë umrën, ju sugjeroj që të përgatiten jo vetëm fizikisht, por dhe shpirtërisht, pasi që umraja është një udhëtim shpirtëror që të prek zemrën dhe shpirtin. Sigurisht ju sugjeroj dhe agjencionin Way Umra. Po ashtu ju them që Allahu është bujar, një zemër që dëshiron vërtet, ai hap rrugën në mënyrën që njeriu nuk e imagjinon. A keni diçka tjetër për fund për të shtu për të shikuesit tonë? Lut Allahun të na pranoj agjerimin, namazin dhe të gjitha lutjet, adhurimet e tjera. Uroj që çdo besimtari që t'i jepet mundësia të përjetojë këtë udhim shpirtëror. Uroj të gjithëve festën e Fitr Bajramit të gjithë muslimanëve. Jona, faleminderit që ishe sot me studion me ne. Faleminderit për juve. Atëherë shikues të nderuar, në studio kishim Jehuna Berisha, fituesen e vitit të kaluar të çmimit kryesor të cilën e ka dhuruar agjencioni Way Umra. Ne shkojmë me një shkëputje të shkurtër marketingu dhe kthehemi me dy garuesit e kuizit të këtij viti në studio. Jeni të gatshëm për një udhim të paharruar drejt vendeve të shenjta? Way Umra, kompani me një eksperiencë shumë vjeçare dhe me një përkushtim të veçantë ju mundson që të realizoni ëndrat tuaja. Ofrojmë organizimin e umrës më cilësor dhe më konkurruesi në treg. Ekipi ynë organizativ dhe hoxha me eksperiencë do të jenë gjithmonë afër jush që ju të shijoni ibadetet. Rezervoni tani dhe fitoni nga oferta tona ekskluzive. Duke zgjedhur Way Umra, ju keni komoditetin, rehatin dhe qetësinë shpirtërore.
Way Umra, rruga juaj drejt vendeve të shenjta. Shikues të dashur, ne kthehemi në studio dhe pas intervistës që kishim me fituesin e vitit të kaluar Jehuna Berisha, ne tashmë vazhdojmë garën me çerekfinalistët tonë. Në fakt, do të duhet të ishin 4 çerekfinalistë, mirëpo Selvetia dhe Muhamet Dauti janë tërhequr nga gara për arsyet e tyre personale. Kështu që ne sot do të kemi vetëm 2 çerekfinalistë, do të kemi Dorita Latifin dhe Bled Pecin nga Prishtina. Dorita është nga Podujeva. Atëherë ne do të vazhdojmë garën me këta 2 çerekfinalistë. Në fakt, në fillimisht do të garoj Dorita për arsye sepse ka pasur përgjigje më të sakta në krahasim me Bledin dhe do ta përfundoj kuizin fillimisht Dorita e para. Dorita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ç'është po ndjeni sot? Mirë elhamdulillah. Ju dëshirojmë shumë fat Faleminderit. në kuizin ton. Atëherë në ekran, siç po e shihni, kemi 4 kolona. Sot do të kemi vetëm 4. Do të keni nga 10 pyetje dhe gjithsej nga 7 minuta kohë për të përfunduar kuizin tënd. Cilin numër dëshiron ta zgjedhësh? Kuizi numër 3. Kuizi numër 3. Atëherë jeni gati të fillojmë? Po. Atëherë fillojmë me pyetjen e parë. Sipas thënies profetike, çfarë ndodh me atë i cili drejton copën e hekurit ose armën në drejtim të vëllait të vet? Nën A, me lajket do ta mallkojnë derisa ta largoj atë. Nën B, me lajket do ta shkruajnë mëkatin e mbytjes dhe po qëse ai nuk e mbyt atë. Dhe nën C, do t'i fshihen veprat e mira përderisa ta mbaj atë të drejtuar ka vëllai i tij. Mendoj se përgjigjja saktë është në A. Me lajket do të mallkojnë derisa ta largoj atë. Mendon se përgjigjja saktë është nën A, e provojmë. Ose nën C, do t'i fshihen veprat e mira përderisa të mbaj atë të drejtuar ka vëllai i tij. Cilën dëshiron ta përzgjedhësh? Nën D. Nën C mendon. Nën C, po. Atëherë provojmë dhe përgjigjja është e gabuar sepse ishte nën A përgjigjja e saktë. Vazhdojmë në pyetjen e dytë. Pejgamberi alayhis salam i është premtuar haudi. Çfarë është ai? Nën A, pemë në xhenet, nën B, vend në xhenet dhe nën C, burim në xhenet. Mendoj se përgjigjja saktë është në C, burim në xhenet. Është burim në xhenet dhe përgjigjja është e saktë. Vazhdojmë në pyetjen e tretë për ju. Cila melaçe i mësoi Ibrahimit alayhis salam ritualet e haxhit? Nën A, Gjibrili, nën B, Mikaili apo Israfili? Mendoj se përgjigjja saktë është nën B, Mikaili. Mikaili ja mësoi? Jeni sigurt? Provojmë. Ose Gjibrili. Cilën dëshiron ta vendosësh? Mikaili. Mikailin dhe përgjigjja është e gabuar, ishte saktësisht Gjibrili, ai i cili ja mësoi ritualet e haxhit Ibrahimit. Vazhdojmë në pyetjen e katërt. Kur Ejubi alayhis salam u sprovua me sprovën e sëmundjes dhe të varfërisë, bashkëshortja e tij për të fituar para për ushqim u detyrua t'i shes. Nën A, stolitë e saj, nën B, flokët e saj apo nën C, rrobat e saj? Mendoj se përgjigjja saktë është nën A, stolitë e saj. Stolitë e saj, përgjigjja është e gabuar, i shiti flokët e saj. Vazhdojmë në pyetjen e pestë për ju. Sa fëmijë kishte profeti ynë alayhis salam? Nën A, 5 djem dhe 4 djem, 5 vajza dhe 4 djem, më fal. Nën B, 4 vajza dhe 3 djem, apo nën C, 4 vajza dhe 6 djem? Mendoj se përgjigjja saktë është nën A, 5 vajza dhe 4 djem. Kishte 5 vajza dhe 4 djem, provojmë. Përgjigjja përsëri është e gabuar, kishte 4 vajza dhe 3 djem. Vazhdojmë në pyetjen e 6 për ju. Çfarë punonte djalli për Sulejmanin alayhis salam? Nën A, i sillte lajmet nga detet, nën B, t'i sillte lajmet e armiqve një muaj para betejës, apo nën C, t'i nxjerr margaritar nga deti? Mendoj se përgjigjja saktë është nën B. T'i sillte lajmet e armiqve? E provojmë apo dëshironi të mendoni edhe pak? Keni edhe 4 minuta kohë, jemi në pyetjen e 6, Dorita për ju. Ose nën C, opsioni C. Nën C dhe përgjigjja është e saktë, ndihmonte të nxjerr margaritar nga deti. Vazhdojmë në pyetjen e 7 për ju. Çfarë ishte profeti Idris alayhis salam? Farkator, ndërtues apo rrobaqepës? Mendoj se përgjigjja e saktë është nën A. Ishte farkator. E provojmë dhe përgjigjja është e gabuar sepse Idrisi alayhis salam ishte rrobaqepës. Vazhdojmë në pyetjen e 8 për ju. Familja Jasharu u sulmua nga serbët në cilin muaj? Nën A, në janar, nën B, në shkurt apo nën C, në mars? Nën C, në mars.
sulmuan nga Serbët në Mars dhe përgjigja është e saktë. Vazhdojmë në pyetjen e 9 dhe të parafundit për ju. Për cilat kaptina të Kuranit tha profeti a.s. se më kanë thinjur gjatë zbritjes së tyre? Nën A, kaptina El Bekare dhe Ali Imran për shkak të madhësisë së tyre, kaptina Hud dhe motrat e saj, apo 10 kaptinat e shkurtra të fundit të radhitura në Kuran? Opsioni A. Kaptina El Bekare dhe Ali Imran? E provojmë? Po. Atëherë përgjigja është e gabuar sepse është kaptina Hud dhe motrat e saj. Vazhdojmë në pyetjen e 10 dhe të fundit për ju. Allahu e ndihmoi Musain a.s. kundër faraonit dhe magjistarëve në cilat ditë? Në ditën e 10 të muajit Muharram, në në ditën e 15 të muajit Muharram, apo në ditën e 20 të muajit Muharram? Mendoj se përgjigja saktë është në A, në ditën e 10 të muajit Muharram. Në ditën e 10 të muajit Muharram, dhe përgjigja është e saktë. Shikojmë dorita rezultatin për ju. Keni 4 përgjigje të sakta nga 10 sa ishin gjithsej. Ne të falenderojmë që more pjesë në kuizin ton. Të dashur shikues, ne vazhdojmë garën e kuizit me çerek finalistin e dytë. Jeni të gatshëm për një udhim të paharruar drejt vendeve të shenjta? Way Umra, kompani me një eksperiencë shumë vjeçare dhe me një përkushtim të veçantë ju mundson që të realizoni ëndrat tuaja. Ofrojmë organizimin e umrës më cilësor dhe më konkurruesi në treg. Ekipi ynë organizativ dhe hoxha me eksperiencë do të jenë gjithmonë afër jush që ju të shijoni ibadetet. Rezervoni tani dhe fitoni nga oferta tona ekskluzive. Duke zgjedhur Way Umra, ju keni komoditetin, rehatin dhe qetësinë shpirtërore. Way Umra, rruga juaj drejt vendeve të shenjta. Shikues të dashur, ne kthehemi në studio dhe pas çerek finalistës së parë e cila e përfundoi kuizin Dorita Latifi, atëherë në studio kemi të ftuar tashmë edhe çerek finalistin e dytë Bled Peci nga Prishtina. Bled, mirë se erdhe. Aleikum selam, se vjen. Apo çush po ndihesh sot? A je gatshëm me fillu garën? Po inshallah. Bismillah. Atëherë në ekran i keni disa numra. Okej. Cilin numër dëshironi? Dorita e ka përzgjedhur numrin 3, ka ikur tashmë numri 3. Cilin numër dëshiron ta zgjedhësh? Numrin 2. Numrin 2, atëherë siç e dini, brenda numrit 2 janë 10 pyetje dhe gjithsej 7 minuta kohë për ta përfunduar kuizin tuaj. Fillojmë me pyetjen e parë. Cili prej të dërguarve të Allahut para se të bëhej pejgamber ishte rob? Eljesaj, Davudi apo asnjëri? Cili nga këta ishte rob para se të bëhej pejgamber? Nën A, Eljesaj. Jeni sigurt e provojmë? Asnjëri po mendoj. Mendoni se nuk ishte asnjëri dhe përgjigja është e saktë. Vazhdojmë në pyetjen e dytë për ju. Cili është shteti ishull më i madh në Afrikë? Nën A, Madagaskar, Nigeria apo Tanzania? Nën B, Nigeria. Mendoni se është Nigeria, e provojmë, përgjigja është e gabuar, është Madagaskar. Vazhdojmë në pyetjen e tretë për ju. Imam Shafeu ka thënë, shkaku i haresës së diturisë është nën A, mos angazhimi sa duhet, nën B, haresa apo nën C, mëkatet? Imam Shafiu ka thënë se shkaku i harresës diturisë janë mëkatet. Atëherë mendoni se nën C është përgjigja e saktë dhe përgjigja është e saktë. Vazhdojmë në pyetjen e katërt për ju. Sipas hadithit, shpirti i besimtarit është i varur për nën A, premtimin e tij të dhënë, nën B, për gjuhën e tij, apo nën C, për borxhin e tij derisa ta paguajë dikush për të. Faktikisht jam mes A-s dhe C-s, po mendoj që sakta është përgjigja nën C, borxhin e tij derisa ta paguajë dikush për të. Shpirti besimtar është i varur dhe përgjigja është e saktë për borxhin e tij. Vazhdojmë në pyetjen e 5. Cili profet kishte vdekur i mbështetur në shkopin e dorës? Nën A, Ibrahimi a.s., nën B, Musaj a.s., apo nën C, Sulejmani a.s. Nën A, Ibrahimi a.s. Nën A e provojmë Ibrahimi a.s. dhe përgjigja është e gabuar, ishte Sulejmani a.s. Vazhdojmë në pyetjen e 6 për ju. Cili sipas ajetit kuranor, Beni Israelit i thanë Musait a.s. shko pra ti dhe Zoti yt e luftoni e ne porim këto. Prandaj Allahu tha, ajo tokë është ndaluar për ta. Për sa vite? Për 60 vite, për 40 vite, apo për 20 vite? Nën B, 20 vite. Zoti u andaloi për 40 vite dhe përgjigja është e saktë.
Vazhdojmë në pyetjen e 7 për ju. Populli i cilit profet ishte 7 gjatë dhe i fuqishëm? Populli i Idrisit a.s., populli i Hudit a.s., apo populli i Salihut a.s.? Me gjas populli Ad i Hudit a.s. Ndërni se populli i Hudit ishte 7 gjatë dhe i fuqishëm, përgjigja është e gabuar, ishte populli i Salihut. Vazhdojmë në pyetjen e 8 për ju. Martesa, meheri dhe dhëndria e cilit profet u përmend në Kur'an? Jusufit a.s., Musait a.s., apo Sulejmanit a.s.? Jem mes ose dhe cës. Mes Jusufit dhe Sulejmanit jeni në dilemë? Provojna Sulejmanin. Jeni sigur, martesa, meheri dhe dhëndria e Sulejmanit, atër përgjigja është e gabuar sepse është e Musait a.s., ajo e cila u përmend në Kur'an. Vazhdojmë në pyetjen e 9 për ju. Për cilin sahabi tha profeti a.s. se sikur të kishte pas meje profet, ai do të ishte Ebu Bekri, Omeri, apo Ali ibn Ebi Talibi? Ebu Bekri, radiallahu. Tha për Ebu Bekrin, atër përgjigja është e gabuar sepse tha për Omerin radiallahu anhu. Vazhdojmë në pyetjen e 10 dhe të fundit për ju. Pejgamberi a.s. ka thënë: secili nga të dërguarit e Allahut e ka pasur një lutje të cilën e ka kërkuar për umetin e tij, kështu që e ka shfrytzuar në këtë botë e unë lutjen time. Çfarë ka bërë domethënë pejgamberi a.s. me lutjen e tij? E ka shfrytzuar në dynjë sikurse të dërguarit e tjerë, por prap do të kërkoj edhe në ditën e gjykimit. Nën e ka lënë si shefat ndërmjetësim për umetin e tij në ditën e gjykimit, apo nën C e kam shfrytzuar në dynjë sikurse të dërguarit e tjerë? Nën B e ka lënë si shefat për umetin e tij në ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam. Mendoni se nën B është përgjigja e saktë? E provojmë dhe përgjigja është e saktë, e ka lënë si shefat ndërmjetësim për ne në ditën e gjykimit. Të shikojmë rezultatin mbledh për ju. Atëherë keni 5 përgjigje të sakta nga 10 sa ishin gjithsej. Ne të falenderojmë që more pjesë. Keni 5 përgjigje të sakta në krahasim me Doritën e cili i kishte 4 përgjigje të sakta nga 10 pyetje gjithsej. Ne miq të dashur shkojmë një shkëputje të shkurtër marketingu dhe kthehemi përsëri në studio me fituesin kryesor. Jeni të gatshëm për një udhtim të paharruar drejt vendeve të shenjta? Way Umra, kompani me një eksperiencë shumë vjeçare dhe me një përkushtim të veçantë ju mundson që të realizoni ëndrat tuaja. Ofrojmë organizimin e umrës më cilësor dhe më konkurruesi në treg. Ekipi ynë organizativ dhe hoxha me eksperiencë do të jenë gjithmonë afër jush që ju të shijoni ibadetet. Rezervoni tani dhe fitoni nga ofertat tona ekskluzive. Duke zgjedhur Way Umra, ju keni komoditetin, rehatin dhe qetësinë shpirtërore. Way Umra, rruga juaj drejt vendeve të shenjta. Shikues të nderuar, ne kthehemi në studio dhe tashmë kemi zgjedhur fituesin kryesor të këtij kuizit të Ramazanit edhe për këtë vit, për të cilin do të përkujdeset agjencioni Way Umra, i cili do të dhurojë një umre, një vizitë deditore në vendet e shenjta. Që dy qerek finalistët të cilët kanë garuar këtë vit kanë qenë Bledi Peci dhe Dorita Latifi. Kanë garuar mes veti për çmimin kryesor, mirë po Bledi ka arritur që të grumbullojë më shumë pikë, 5 pikë nga 10 pyetje sa ishin gjithsej, kurse Dorita ka arritur të grumbullojë vetëm 4 përgjigje të sakta. Ne gjithsesi e falenderojmë Doritën që ishte pjesë e kuizit për gjatë gjithë Ramazanit dhe edhe sot që ishte pjesë në studio tona të garës finale. Atëherë Bled, faleminderit që ishe pjesë e kuizit gjatë Ramazanit. Ç'është po ndihesh sot si fituesi kryesor i këtij çmimit? Mirë, alhamdulillah. Faktikisht se kom prit që kom mujt me fitu pej këta aty në njerëzve që kanë thirrë. Po Allah ju shpërblet edhe e kom pas plan goxha gat faktikisht valla me shumë numre. Edhe që alën të mundsohet, veç do të më dashur edhe ta mundson Zoti më shumë. Kështu dhe në moshë dukesh që i ri, a ke qenë ndonjëherë më përpara numra ose që sa planifikon me bëni udhtim të tillë? Jo, numra s'kam qenë. Faktikisht unë jam i udhëzuar që rreth 5 vite kom filluar me fal namaz. Edhe prej atëherë gjithmonë kom pas shef dhe kom pas dëshirë. Tane, pasi që e kom përfundu gjimnazin, kom mënu vetë me planifiku me shku. Edhe alo një planifikim ma i mirë që përshqiet ndodhe. Atëherë, a ke ndëgjuar ndonjëherë për agjencionin Way Umra për shokëve ose për të afërme që kanë udhëtuar me këtë agjencion ose për shtypjet e tyre në lidhje me këtë agjencion? Një njerëz që kanë shku numre me këtë agjencion edhe me sa dione, me sa kam dëgjuar janë ndoshta shumë të kënaqur me eksperiencën e tyre numre.
Unë faktikisht kom pas vetë më shumë me këtë agjencion. Kom pas pe fjalëve që kom dëgju, kom planifiku që më shumë me këtë agjencion numra edhe që shumë jam i surprizum që po më dorohet umra e bashkë për këtij agjencioni. Allah është për leftë. Atëherë Bled ne të urojmë fitoren edhe një herë dhe gjithashtu të urojmë udhim të këndshëm kur do që ti të planifikon të udhësh me këtë agjencion. Shumë faleminderit për juve dhe për mundësitë që ma keni ofruar. Atëherë miq të dashur, kjo ishte gara finale e kuizit Ramazanit, të cilën e fitoi Bledi Peci nga Prishtina, e fitoi një umre, një vizitë djetitore nga vendet e shenjta, të cilën do të realizoj agjencioni Way Umra, të cilin e falenderojmë pafundësisht, ka qenë sponsori kryesor edhe vitin e kaluar në kuizin e Ramazanit, po ashtu ka qenë edhe gjatë këtij viti si sponsori kryesor. E ne palën anash edhe sponsorët tjerë, falenderojmë të cilët kanë qenë pjesë të këtij kuizit Ramazani për këtë vit, librarin online Keve, cila ka dhuruar tituj të profesor Dr. Shefqet Krasniqi, po ashtu edhe Herta Kids dhe Orta Food and Fun, e cila gjendet në Fush Kosovë përballë kolegjit AB, edhe ajo ka qenë sponsor dhe ka dhuruar për telefonuesit tonë dhurata dhe gjithashtu edhe Meka Halal Food, të cilët përveç shijes dhe çmimit ekonomik, ata kanë edhe licencën, kanë vulën që produktet e tyre janë halal. Ne në fund nuk na mbetet gjë tjetër veç të falenderojmë edhe një herë agjencionin Way Umra për krahjen e tyre për gjatë gjithë Ramazanit dhe gjithashtu t'ju falenderojmë juve shikues të dashur për telefonatat e juaja që keni qenë me ne për gjatë gjithë Ramazanit. Këtu e përfundojmë edhe emisionin e sotëm, miru takofshim në kuizin e Ramazanit vitin e ardhshëm.